Initiative.Global paraqet thelbi i Biblës. Fjala e Perëndisë dhe lajmi i mirë për të gjithë njerëzit. Thelbi i Biblës. Fjala e Perëndisë dhe lajmi i mirë për të gjithë njerëzit. Parathënie. Në tërsinë e tij, ky libër, Thelbi i Biblës, përmban pjesë të nxjerra nga Bibla. Domethënë, teksti i këtij libri është vetë Bibla në një botim të shkurtuar. Është përpiluar duke pasur parasysh nevojën e personave të cilët nuk e njohin Biblën, si edhe për të paraqitur një përmbledhje të mesazhit biblik në një format të lehtë për të lexuar për ata që dëshirojnë të kuptojnë më mirë pikat kryesore të besimit të krishterë. Tema qendrore e Biblës është Jezusi dhe gjithashtu misteri i mbretërisë së ardhshme të Perëndisë. Jezusi është ai të cilin të krishterët e pranojnë si Mesia i premtuar ose Krishti. Për ta kuptuar me të vërtetë këtë mesazh, ne duhet ta lexojmë atë siç tha Jezusi, me një zemër të përulur, një zemër prej fëmije. Nëse dikush do ta lexojë fjalën e Perëndisë sikur po kërkon një thesar të fshehur, atëherë me siguri që këto fjalë nga Bibla do t'i shohë të vërteta në jetën e tij. Ju nuk keni nevojë që t'ju mësojë ndokush. Pasi ta keni mbaruar së lexuari këtë libër, do të doni t'ju nxitnim që të gjenit një kopje të plotë të Biblës dhe ta lexonit. I gjithë shkrimi është i frymëzuar nga Perëndia dhe është i dobishëm për mësim, për qortim, për korrigjim, për edukim në drejtësi. 2 Timoteut 3:16